Ta shqeqe madhe është, dhe aty thot kini mirësi të mëdha, vende që ka lumej nga qumshti dhe mjalti, në xhenetet e bukura, dhe ta din krijesat e Allahut se atje i pret një mirësi e jashtëzakonshme, sa që mendja nuk mundet me paramenu, as mendja më, ta quajmë mendja një arkitekti ose mendja një piktori, nuk mund ta përshkruaj sa bukur është xheneti. Xheneti që njëri e gjeti dhe e gjeti jetën atje, që është jeta që nuk ka vujtje, nuk ka smundje, nuk ka, do thot, sakrifica. Pra është shpërblim për njeriu. Pse shpërblim? Sepse në këtë botë, gjatë jetës së tij në këtë botë, ky njeri pra i duroi gjitha tundimet, i duroi gjitha stuhit, i duroi gjitha sprovat, e duroi skamjen, varfrin, zjarrin, tërmetin, i duroi gjitha për hatër të Zotit dhe nuk ra në klapin ose në hutin, në gafletin e tij që me dal pe dini pe imani, runa Zot, pe besimin në Zotin. Pra e mojti besimit te Zoti, e mojti edhe kur ishte në luftë, edhe kur ishte në skamje, edhe në uri. Tash për shembull na që ja xhirojmë Ramazanin, ne mojmë Ramazanin për me ditë se ka edhe në Afrikë ose në fshatra të thella që s'kan bukën e gojës njerëz, vujnë për ujë, s'kan bukë, s'kan ushqim, s'kan gjërat bazike për jetesë. Kurse ne elhamdulillah një shumicë e madhe, nuk po them krejt, se ka edhe 20% që vujnë, po them te 70% që kanë një jetë luksoze, kanë të mira shumë të materiale, posedojnë pasuri, posedojnë shtëpi, sepse sot të kesh shtëpi, të kesh vetur, të kesh familja është pasuri e kësaj bote. Po dikush nuk ka shtëpi, nuk ka vetur, nuk e di ku e zanata e dita, sepse është ngritës, është lagështi e madhe. Ka që vdesin nga uria. Sot botë ka ma shumë që vdesin nga uria se nga viruset. A e dini këto? Është sondazh. Ma shumë vdesin nga uria se s'kan ushqim. Në vendet ndryshme, për shembull nëse shkon në Etiopi ose në Afrikë ose në kontinente të tjera, se na e shohim këtë kontinentin tonë, mirë vë Zot, ose e shohim që një fshat që ose një katon që i ka punë të mirë, po shkon në 2 katone më andaj, është njerin. Për shembull vijnë qindra mesazhe vetë mu personalisht më kanë orë mesazhe private, që më bëmë i lexuar, thuaj ka jetojmë shekull 21 apo jemi të jetu çfarë shekull jemi të jetu, njerëz që s'kan bukë shpesh, s'kan ushqim, s'kan gjëra të bazë. Edhe unë shpesh herë skuqem edhe vjen zër për shkak se kam dëshirë më u përgjigj të gjithëve, po ndoshta s'mundem të gjithëve të përgjigjem. Edhe kjo është e rëndë për ne. Është e rëndë për ne, pse se edhe ne jena sprov. Zoti thot në Kur'an: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kena më sprovu thot me pasuri, me varfëri, me smundje, me zjarr, me gjitha, ka mu sprovu njëri, ka mu provu se sa do t'ja dal. Dhe po që se arrin t'ja dal këtyre sfidave, ai do të bëhet njeriu më i suksesshëm.